Dhe ja ku jemi rikthyer miq edhe një herë në teatrin e kërcimit në këtë mbrëmje festive në vigjilje të Krishtlindjeve dhe ju e dini tashmë që Krishtlindjet nuk mund të festojnë vetëm apo jo. Krishtlindjet dhe çdo festë tjetër duhen miq dhe miq të mirë ama. Ndaj edhe ne sot në Dancing kemi ftuar një mik të Dancing with the Stars, ka qenë në fakt një nga konkurrentët e edicioneve të kaluara, por që sot sigurisht nuk do të vi për të kërcyer, do të vi që të na këndojë disa nga këngët e tij më të bukura dhe më të përzjedhura nga repertori, do thoja sot. Ai është Dren Abazi dhe që njihet nga publiku për mënyrën e tij aq të veçantë dhe unike të kënduarit. Sigurisht në backstage aty në prapaskenë pret një tjetër mik i Dancing with the Stars, është Kristi Popa, i cili ka sjell grupin artistik të liceut që do të shoqërojë Dren Abazin në performancën e tij. Shijojeni këto momente dashur miq dhe pse jo, përqafoni dikë që keni aty pranë me Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright round your virgin mother and child. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Jesus, Lord, at thy birth, silent night, holy night, all is calm, all is bright round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and wild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Ishte energji pozitive nga Dren Abazi dhe grupi i liceut artistik, në fakt, të cilët na argëtuan pa masë në këtë performancë të shkëlqyer. Por është momenti një tjetër artiste që di me të vërtet të emocionoj.
Është Rovena Dilo e cila ka fituar prej vitesh simpatinë e publikut dhe tani për kënaqësinë e tyre, por sigurisht edhe për tonën, do të vi me një foxtrot. Hapat e dhelprës në këmbët e Rovenës. A do t'ja dali? E ndjekim direkt pas klipit. Then I feel alive. Falenderoj Mutoki që na bëre për punë 5 minuta dhe koreografia aq spektakolare. Faleminderit, çam ke sjell? Kemi një foxtrot. Do jemi një çift magjik. Kujdes mos të mos ta futen. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pas ka mund për këngëtar, pas ka mund. Ngriva këtu. Ndoshta... faleminderit. Okej, ma se sigur. Hajde. Po hamur drejsh më mos të mbyll goja më turku. Gëzuar Krishtlindje të gjithëve. Faleminderit, mirupafshim. Çfarë fosi shkel të njëri. Rovena dhe Eltion në një Foxtrot. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Merry Christmas. Rovena Dilo dhe Eltion me Foxtrot. Au, e ma. Flas, ma ka vënë Iliri në kokë këtë, nuk flas. Ilir, Lutem. të kështu sot me emën. Ka folur shumë, jo, nuk më duket. Jo, më ka vënë shalli në kokë thash dhe nuk flas. Ka mrekullia. Shkon Ema. Po pra prandaj. Po nuk di as ti bëja këtë shalli. Emra do ta nisi me ty. Me shumë Me kënaqësi. që dukesh bukur ashtu gjithsesi me shallin Po, kokë. mirë, faleminderit. Me që duke bukur po e që. Mua më duk një vals, një foxtrot shumë elegant. E ardhur shumë bukur si në marrëdhënien e ju të dyve, ashtu edhe në karakterin e vet. Kaq doja të thoshe, sepse këtë ndjeva me energji shumë pozitive, që është për tej festave. Preti? Përshtatje këngës. Kam të njëjtin mendim, një foxtrot që mbarte gjithë ndërlëkimin e nevojshëm dhe gjithë elegancën e nevojshme për të qenë një kërcim shumë i mirë. Faleminderit për së. Ilir. Po, një shëtitje mendoj edhe lëpërushes në pyll, që i gëzon natyres, e rrjedhshme, e qetë, harmonike, e paqme. Wow. Mendoj edhe nota malinkonie tek kjo performansi jot pak. Ishte sikur t'ishe në një ëndër, sikur t'ishe
Një ndu që po mbaron, është Dancing with the Stars, kështu që... Mua më pëlqeu. Falenderoj shumë. Mendoj që është rasti që të vlerësojmë koreografinë e tokës. Kompliment e tokë, bravo. E pastër dhe me detaje. Edhe tërësisht brenda stilit, kjo është shumë e rëndësishme. Tokja vujti pak me kapelen se edhe pa djeshka e tjerë, po ja doli mbante edhe kapelen dhe Delprushën. Me fjalë të mira sot, si kur u përmirësua pak gjendja. Pasur dhe fjalë të mira, nuk... Jo, gjendja e mbrëmje. Mbrëmjen e sotme. Sepse nisëm pak si me tension, jo. Sa egoist. Gjithmonë të vetja me normal. Jemi artist, më nga ta qojmë. Normal. Do shojmë si do t'jem pikët, Rovena, se ato thonë shumë. Përpos gjithë fjallëve. Shkojmë në Goldru Marin pikët Rovena Dilo dhe Eltioni. Me Foxtrot kanë qënë, ndërkohë do të falenderoja dhe Tekstile Dimal që i bën kostumet e konkurrentëve tanë të shkëlqejnë gjithmonë më shumë, siç edhe sot në këtë mbrëmje në vigjilje të Krishtlindjeve. Faleminderit. Okej, ja ku jemi. Ja ku vjen. Të prisnim Dhelpër, por dole Lepurushë në fund. Po, se ashtu të vlerësuan si një Lepurush që bënte xhiro në një pyll me borë. Me borë, diku të liqeni artificial pra. Ato gjajat që vazhdojnë me gazetë. Po ata që dalin, marrin rreze. Goxha atmosferë. Si të duk sot, e shjove? Shumë. Prezantimi që bëra, thash që do të na emocionoj dhe në fakt e bëre diçka tillë. Mateo mezi ka fshirë lotët. Nuk është Mateo që janë skuqur syt. Po, shamit pak, apo s'kishe shamim. Po, kishe shamim për qenë. Mori komplimente për koreografin, e kishe ruajtur me sa duket për Krishtlindje, për pritjen e Krishtlindjeve, vigjiljet. Normalisht duhet pak arritje më shumë se ditën se netët e tjera, kështu që. Komplimente, jeni gati për pikët? Jemi. Jeni gati se me ato komplimente, sigurisht që gati do jeni. Okej, marrim pikët. I lutemi Juris të jap vlerësimin. Ema Andrea. 10. Igor Trokaz. Alfred Kacinari. 10 pik. Ilir Shaqiri. 9. Faleminderit. Pikët më të larta për sot 29 pik. Jo, në fakt i ka marrë Dorina. Mori Dorina 30. Mori, po i kishte me dhuratë ajo s'qyve. Po prapë. Kështu që ju urojmë sukses dhe ju ftojmë tuleni. Faleminderit. Tani është momenti që të falenderojmë Kasharel. Faleminderit Kasharel që kujdesesh për ne çdo javë. Kujtojmë të gjithë shikuesit që në Kasharel nëse blini 2 artikuj, artikullin e dytë me vlerën më të vogël e merrni me 50% skonto. Super, faleminderit Kasharel.